Qeveria shqiptare kryen vetëm një detyrë, vjedhjen e fondeve publike. Vetëm 8% e projekteve përfundojnë, të tjerët avullojnë, grabitën. Vjedhja në tendera arrin në vit në 1,2 miliard euro. Vjedhja në tendera të i kalon fondin e pensioneve të Shqipërisë. Kompanit nuk përfundojnë asgjë në afat, sepse ndajnë parat me qeveritarët. Ndaj dhe rruga shkon si shkoj rruga Quk-Sqaf-Ploç 16 vite, rruga e Arbërit 14 vite dhe punë publike me radhë. Në themel të gjithë këtij dështimi të madh është vjedhja e madhe e fondeve nga qeveritarët.